Fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. IV, projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 1 Timoteut 1:19. Duke pasur besim dhe ndërgjegje të mirë, sepse disa, duke e hedhur poshtë, u bën lundërthyrje në besim. 1 Timoteut 2:1. Të bëj thirrje, pra, para së gjithash, që të bëhen përgjërime, lutje, ndërhyrje dhe falënderime për të gjithë njerëzit. 1 Timoteut 2:2. Për mbretërit e për të gjitha ata që janë në pushtet, që të mund të shkojmë një jetë të qetë dhe të pashtë me çdo perëndishmëri dhe nder. 1 Timoteut 2:8. Dua, pra, që burrat të luten në çdo vend, duke ngritur duar të pastra, pa mëri dhe pa grindje. 1 Timoteut 2:9. Në mënyrë të njëjtë dua që edhe gratë të vishën hishëm, me cip dhe modesti dhe jo me gërsheta a me ar, a me margaritar, a me rroba të shtrenjta. 1 Timoteut 2:10. Po me vepra të mira, si u ka hije grave që i kushtohen perëndishmëri. 1 Timoteut 2:11. Gruaja le të mësojë në heshtje dhe me çdo nënshtrim. 1 Timoteut 4:7. Shmangu pra nga përrallat profane dhe të vjetërve, edhe ushtrohu në perëndishmëri. 1 Timoteut 4:12. Askush të mos e shpërfill moshën tënde të re, por bëhu shembull për besimtarët në fjalë, në sjellje, në dashuri, në frym, në besim dhe në dëlirësi. 1 Timoteut 4:13. Kushtoju leximit, këshillimit dhe mësimit derisa të vijë unë. 1 Timoteut 4:15. Kujdesu për këto gjëra dhe kushtoju atyre tërësisht që përparimi ju të jetë i dukshëm për të gjithë. 1 Timoteut 4:16. Ruaje veten tënde dhe mësimin, qëndro në këto gjëra, sepse duke vepruar kështu, do të shpëtosh veten dhe ata që të dëgjojnë. 1 Timoteut 5:1. Mos e qorto as për një plak, por këshilloje si atë dhe më të rinj si vëllezër. 1 Timoteut 5:2.
plakat si nëna, të rejat si motra, me plot vlirësi. Një Timoteu 5:3. Ndero vejushat që janë me të vërtet të veja. Një Timoteu 5:4. Por në qoftë se një e ve ka djema nipa, këta le të mësojnë më parë të tregojnë perëndishmërinë ndaj atyre të familjes së vet dhe tua shpërblejnë prindërve të tyre, sepse kjo është e mirë dhe e pëlqyer përpara Perëndisë. Një Timoteu 5:16. Në qoftë se ndonjë besimtar ose besimtare ka vejusha, le t'i ndihmojë të mos bëhen barë kishës, e cila mund të ndihmojë ato që janë me të vërtet të veja. Një Timoteu 5:17. Pleqë që e drejtojnë mirë parsinë në kishë, le të nderohen dy fish, sidomos ata që mundohen me fjalë e me mësim. Një Timoteu 5:20. Ata që mëkatojnë qortoj përpara të gjithëve, që edhe të tjerët të kenë frikë. Një Timoteu 5:22. Mos i vërduart askujt me ngut dhe mos u bëj pjesëtar në mëkatet e të tjerëve, ruaje veten të pastër. Një Timoteu 6:1. Të gjithë sklevërit që janë nën zgjedh le t'i çmojnë zotërinjtë e tyre të denjë për çdo nderim, që të mos shuhen emri i Perëndisë dhe doktrina. Një Timoteu 6:2. Edhe ata që i kanë zotërinj besimtar, të mos i përbuzin sepse janë vëllezër, por të shërbejnë edhe më mirë, sepse ata që kanë dobi nga shërbimi i tyre janë besimtar dhe të dashur. Mëso këto gjëra dhe i këshillo. Një Timoteu 6:12. Lufto luftën e drejtë të besimit, rok jetën e përjetshme, në të cilën u thirre dhe për të cilën ke bërë rrëfimin e mirë të besimit përpara shumë dëshmitarëve. Një Timoteu 6:17. Porositi të pasurit e kësaj bote të mos jenë krenar dhe të mos i mbajnë shpresat në pasurinë që është e pasigurt, por në Perëndinë e gjallë, i cili na jep gjithçka bujarisht për ta gëzuar. Një Timoteu 6:18. Të bëjnë të mira, të bëhen të pasur në vepra të mira, të jenë bujar dhe të gatshëm për të dhënë. Një Timoteu 6:20. O Timote, ruaj atë që të është besuar, duke u shmangur nga fjalët e kota dhe profane dhe nga kundërshtimet e asaj që quhet në mënyrë të re me shkencë. 2 Timoteu 1:8. Mos ki turp, pra, të dëshmosh Zotin ton, as mua, të burgosurin e tij, por hiq keq bashkë me mua për ungjillin, sipas fuqisë së Perëndisë. 2 Timoteu 2:2. Dhe ato që dëgjove nga unë përpara shumë dëshmitarëve, jepua njerëzve besnik, që do të jenë të aftë të mësojnë edhe të tjerë. 2 Timoteu 2:7. Mendo për ato që të them, sepse Zoti do të jap mend për të gjitha. 2 Timoteu 2:8. Kujto që Jezu Krishti, nga fisi i Davidit, u ngjall së vdekuri sipas ungjillit tim. 2 Timoteu 2:14. Ua kujto atyre këto gjëra, duke u përbetuar përpara Zotit të mos hahen kot me fjalë pa asnjë dobi, në dëm të atyre që dëgjojnë. 2 Timoteu 2:15. Mundohu të dalësh përpara Perëndisë si i sprovuar, si punëtor që nuk ka pse të turpërohet, që thot drejt fjalën e së vërtetës. 2 Timoteu 2:22.
Largohu nga pasionet rinore dhe bjeru pas drejtësisë, besimit, dashurisë dhe paqes bashkë me ata që e thërresin në ndihmë Zotin me zemër të pastër. 2 Timoteut 2:24. Sepse shërbëtori i Zotit nuk duhet të zihet, por të jetë i butë me të gjithë, i aftë për të mësuar njerëzit dhe i durueshëm. 2 Timoteut 2:25. Duke i mësuar me butësi kundërshtarët, me shpresë se Perëndia u jep atyre të pendohen, që arrin të njohin të vërtetën. 2 Timoteut 4:2. Prediko fjalën, ngul këmbë me kohë e pa kohë, kritiko dhe qorto, këshillo me çdo durim e doktrinë. 2 Timoteut 4:5. Portieri syçel në çdo gjë, duro vuajtjet, kryeje punën e ungjilltarit, përmbushe plotësisht shërbesën tënde. 1:8. Por mikpritës, mirëdashës, i urtë, i drejtë, i shenjtë, i përmbajtur. 2:2. Pleqtë të jenë të përmbajtur, dinitoz, të urtë, të shëndosh në besim, në dashuri, në durim. 2:3. Gjithashtu edhe gratë e moshuara të kenë sjellje ashtu si u ka hije shenjtoreve, jo shpifse, jo robinja ndaj verës së shumë, por mësuese të së mirës. 2:4. Që t'i mësojnë të reja të duan burrat e tyre, të duan bijtë e tyre. 2:5. Të jenë fjalë pak, të lira, t'i kushtohen punëve të shtëpisë, të mira, të bindura ndaj burrave të tyre, që fjala e Perëndisë të mos blasfemohet. 2:6. Nxiti gjithashtu të rinjt që të jenë të matur. 2:7. Duke nxjerrë në çdo gjë veten tënde si shembull veprash të mira, duke treguar në mësim pastërti, dinjitet, paprishmëri. 2:8. Një e folur e shëndosh e të paqërtueshme, që kundërshtari të turpërohet e të mos ketë të flas asgjë të keqe për ju. 2:9. Shërbëtorët të binden zotërinjve të tyre, të mundohen t'i kënaqin në të gjitha gjërat, të mos i kundërshtojnë me fjalë. 2:10. Të mos përvetsojnë gjën e huaj, por të tregojnë një besnikëri të plotë, që në çdo gjë të nderojnë mësimin e Perëndisë, shpëtimtarit tonë. 3:1. U kujto atyre që të nënshtrohen pushtetarëve dhe autoriteteve, të jenë të bindur, gati për çdo vepër të mirë. 3:2. Të mos flasin keq për asnjëri, të jenë paqësorë dhe të butë, duke treguar mirësjellje të madhe kundrejt të gjithë njerëzve. 3:9. Por t'i shmangu nga diskutimet e marra, nga gjenealogjitë, nga grindjet dhe debatet rreth ligjit, sepse janë të padobishme dhe të kota.